Klubi i futbollit Shkëndija nga dita e hënë zyrtarisht ka nisur përgatitjet për sezonin e ri 2026-2027 në ligën e parë të futbollit vendor, si dhe për pjesëmarrjen në garat evropiane, konkretisht në UEFA Conference League. Seancët e para në mungesën e trajnerit të parë janë drejtuar nga Bekim Osmani, Armen Delezi dhe Sajmir Fedai. Në krahasim nga herët tjera kur fillimi i përgatitjeve ishte një ditë e veçantë ku prezantoheshin prurjet dhe largimet, prezantoheshin fazat përgatitore, ekipet me të cilët do të zhvillojnë ndeshje kontrolluese, kësaj radhe gjithçka është duke kaluar në qetësi në taborin Kuqezi, mbase për faktin se Shkëndija mori një dënim të rënd nga FFM-ja, kurse përmes një komunikate klubi tetovar ngriti shumë pikpyetje që me të drejtë kanë shkaktuar shqetësime tek futboldashësit shqiptar. Sido që të jetë skuadra tashmë 3 ditë është duke zhvilluar përgatitje, ndërsa së shpejti pritet që të mësohet edhe emri i trajnerit të ri si dhe prurjet e reja. Kampionati në ligën e parë pritet të fillojë në fillim të gushtit, ndërsa ndeshja e parë në UEFA Conference League do të zhvillohet më 11 korrik. Kujtojmë se klubi i futbollit Shkëndija në sezonin 2025-2026 shënoi suksese historike me kualifikimin në fazën e grupeve të UEFA Conference League, doli nën kampion dhe luajti në finale të Kupës së Maqedonisë së Veriut. Pra, pavarësisht kësaj qetësie që mbretëron në taborin tetovar, Shkëndija vazhdon të mbetet simbol i futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm. Andaj shpresojmë që edhe në kampionatin e ri të përfaqësojë denjësisht futbollin shqiptar, si në garat vendore, ashtu edhe në ato ndërkombëtare.